Kam sjell recetën e supës së bajramit, e thjesht për përgatitje, e shishme, një supë plot proteina dhe vitamina. Besoj se kam ju pëlqyer receta kur ta shihni videon në vazhdim. Përgatisim supën. Unë jam duke përgatit me përmosa më të mëdha, andaj jam duke shtu 2 lugë gjelle me margarin, marr një tenxhere kështu më të madhe. Dhe i zjarrin në temperaturë mesatare, shkrinj margarinin plotësisht. Kam shkrinjer gjalpin plotësisht, tash ja shtoj 2 karrota të bëra në rende, kështu të coptuara shumimët. Dhe ja shtoj një lugë gjysmë gjellës me miell. Dhe masën e përzim kështu, rreth 1 minuti. Temperatura është mesatare. Kam përzi masën për 1 minutë. Ta shtojna dikun gjysmë gote çajit me makarona të vogla, cilat janë enkas për supa. Përsëri e përzim dhe për 1 minutë tjetër. Kam përzier mirë masën, tash ja shtojna një lugë mesme mbi biber të kuq dhe ulim temperaturën në minimale dhe përgojmë vetëm se për disa sekonda, shumë shkurt, dhe ja shtojmë tash ullin. Ulim temperaturën sepse nga cilësia e madhe do të ketë kur t'ja hedhim një presion të madh dhe do dalë masa nga emra. Shtojna 1 litër me lëng mishi viçit. Gjithashtu do ja shtoj dhe 500 ml me ujë. Dhe rris temperaturën në të mesme dhe e lëm kështu që masa të vlojë. Masa ka fillu që të vlojë, tash ja shtojna 2 paketime me supë. Një nga kjo e lopës dhe një nga supë gjelle. Do bëhet një kombinim shijeve. Shtojmë kështu. Viget nuk ka nevojë që t'i hedhim, pasi supat e gatshme kanë mjaftueshëm. E përzim masën mirë. Tenxherës ja vendosi kapakun dhe lëm kështu një vrim, kaloi avri dhe masën e zi në temperaturë mes pultës dhe të mesmes rreth 15 minuta. Supa është zier mjaftueshëm. Tash do e largojmë nga zjarri. Vërejhen janë dyfishuar gjithë fitet apo makaronat e supës. Tash e largojmë nga zjarri dhe është gati për servim. Supën pasi e kam largu nga zjarri, e kam hedhë te kjo tava e bukur apo stafate për supë. Tash do e kaloj kështu në një pjatë, ta shihni se si ka dalë. Vërtet ka dalë shumë e mirë kjo supë. Ja dhe si duket nga pamja, besoj se dhe shija nuk ka për mi mungu. Ja dhe si duket motra të dashura, supa e bajramit. Gjithë ju që e përgatisni në këtë mënyrë, ju bëft mirë. Ju faleminderit që ndani kohë vazhdimisht për recetat e mia. Jepni komentet bukura, mirëmbëjtje nga sofra shqiptare, deri në recetën e radhës, urime festa e bajramit.